Rona. Mirë se erdhët. Me ju prit, falenderit shumë që keni ardhur. Arsi për neve. Me energjia. Si, Rona. Falenderit shumë për kohën. Hajde ratuar me. Falenderit juve. Bu vendin gati edhe këtë librin simpatik që unë e shpletova pak. Motrës më të vogël që ja për pakti. Prisa pra është me madhe, Me vogla. Me vogla, okej. Vita po mija për parësi. Të dyja po dukeni 18 vjeçare, kështu që Falemderit shumë. vështirë me gjetë se cila. Falemderit. Unë po thaja dhe shikuesve që ju përpos që jeni motra, keni zgjedhë me ju fut një punë e të përbashkët. Si fillim, para se të nis krejt ideja dhe udhtimi, mandej për cilin do të flasim. A e kishit pak kështu si siklet me njëra tjetër? A kishit punu më herët në diçka, në një projekt që me ditë se cilat janë ato momentet shpërthyes e njëra tjetrës edhe ku durimi është pak më i lëkundur? Ne kemi punu edhe më herët, Blerona, me njëra tjetra. E qartë. Te projekti Nana, ka qenë një albumi imi, me Ninulla. Vitin e kaluar edhe Vesa ka realizuar një set fotografik në formë të ekspozitës, cilat janë gjitha me elemente të Ninullës, elemente të nanës me fëmijën e vetë, kështu që nuk e pas është keni hera provuar, pra nuk qenë ka hera parë. Cila ka qenë pjesa më e vështirë me që keni provu pra me punu me njëra tjetrën? Nuk e di, nuk ka vështirësi kur punoj me vitën, është gjithë shka e letë, ma letëson ashtu rrugën. është knatësi gjithmonë edhe pse jemi dy profesionet ndryshme, Vita sole këngëtare, unë gazetare, por me gjithat përputhemi mirë me njëra tjetrën dhe e plotësojmë njëra tjetrën. Kush e kishte idenë që një prej punëve apo fokusit të juaj të radhës të jetë Hora e Arbreshve? Projekti është i imi. Se di edhe umë se instiktivisht të pashti, ndoshta nga instikti i gazetarët. Po, me siguri për shkak profesionet. Ideja ka lindë në fakt për mes Vitës, sepse Vita i dëgjon të këngët Arbresha, për shkak profesionet saj dhe i përgatiste për studentët. Dhe kur i dëgjova, më dha një emocion shumë të veçantë, nuk isha dëgjuar këngë Arbresha më herët, vetëm ishim mësuar të dëgjonim këngën Më je bukur amore, por jo të tjerat, ka perlat bukra me të vërtet që e plotësojnë mozaikun e muzikës shqiptare, dhe aty lindja dhe ideja për ta bërë një dokumentar. Por pastaj nga mundësit, rrethonat, sepse ky projekt është financuar nga Ministria e Kulturës, cilën përfitoj nga rasti ta falenderoj. Nga mundësit që më dhanë, unë u fokusova vetëm tek Hora e Arbreshvet, tek ky komunitet që ndodhet në Sicili të Italisë. Dhe ju shkuat pat prekët gjithçka nga vendi i ngjarjes. Sa kishe Vita njohuri, ose si e imagjinoje? Çka të doli ndryshe prej vendit ngjarjes? Unë gjithsesi e imagjinoja që ata do të ishin mikpritës, por sinqerisht jo deri në atë mas. Momentin që ne kemi shkelur në Horë, na ka mikpritur fotografja e komunës së Horës Arbreshve, zonja Maria, e cila mes fjalëve, sepse nuk është që ne e kuptonim shumë mirë sepse ajo ishte italiane, dhe kishte mësuar arbrishten, na tha që nga ky moment jeni me mua dhe mos e keni merak për asgjë. Unë do t'ju dërgoj në gjitha vendet historike, me mua do t'jeni deri në fund. Dhe kjo na lehtësoi shumë rrugën, sepse nuk ishte e lehtë dy vajza në një vend si që është jugu i Italisë. Dhe kur përmendet edhe ministrin, më vjen mirë që është përkrahur edhe për institucioneve, po njerëzit e tjerë sa ishin të gatshëm të ndihmonin, sa i pat dyert e hapura për realizimin e kësaj. Po, përveç Ministrisë Kulturës, kemi pas mbështetjen jashtëzakonshme nga kryetari i komunës së Horës Arbreshve, zotëri Rosario Peta, cilin po ashtu e falenderoj shumë, na ka mikprit, na ka ndihmu me të intervistuarit, me kontaktet, dhe si që ceku Vita na ka dërgu një përcjellës, fotografen e tij, dhe ajo tërkohës ka qenë me neve. Dhe vetë qytetarët ishin shumë të hapur që shumë të hapur, shumë të emocionuar që jemi aty, sidomos kur i tregonim që jemi nga Kosova, e njenin shumë mirë historinë e Kosovës, luftën, gjithë shka dinin. Ju befason të Shqipja atyre?
më befason të gjithë shka e tyre. Ishin një komunitet me të vërtet fantastik dhe i inkurajoj gjithë shqiptarë të shkojnë atje dhe të vizitojnë, sepse përveç se e meritojnë, për shkak që kanë ruajtur gjuhën, kulturën shqiptare, për më shumë se 500 vite, është diçka me të vërtet madhështore. Çka mësuat që nuk kishit ditur për arbreshët? Mësuam shumë çka, sidomos më la për shtypje atmosfera e tyre, harmonia mes vete, ishin njerëz festiv, kishte shumë festa. A ishin më të bashkuar se ne këtu, shqiptarët mes vetë? Ishin më të bashkuar. Me keqardhje e them, por ishin më të bashkuar dhe pikrisht kjo i kishte dhënë forcë për me vazhdu edhe me rujtë traditën, kulturën dhe gjithçka që ka të bëjë me identitetin shqiptar. E di që nuk dua të zbuloj edhe shumë nga ajo, sepse njerëzit me siguri do ta kenë vetë mundësinë ta shohin dokumentarin, por në mesin e diskutimeve me ta, a ndiheshin sikur janë në vend të huaj, apo për një moment ju mendonit se jeni diku në një shtet Kosovës apo Shqipërisë, nga ajo ndjenja e rahatisë edhe mikpritjes që u jepnin? Në asnjë vend tjetër më shumë se aty nuk jam ndjerë se jam në Shqipëri. Në çdo shtëpi, në çdo mur të shtëpive ishte një simbol i shqiptarisë. Një flamur, një ngjyrë kuqe, një shqiponjë vogël ose e madhe, sepse është shumë e rëndësishme për ta që gjitha këto murale që po i shohim edhe në ekran, po realizohen nga një komunitet atje i cili në mënyrë tërësisht vullnetare po kontribon dhe me të vërtet kjo më ka lënë shumë përshtypje. Ti intrigon të ty edhe nga këndi yt i muzikës më shumë? Sigurisht. Sigurisht që po, dhe i kam thënë edhe vesës sa mirë që erdha me ty, sepse unë jo vetëm që e shoqërova vesën, mirë po unë njoha më afër me kulturën muzikore, me këngë cilat nuk janë të dokumentuara, nuk janë në platforma digitale online. Ne nuk i shohim, nuk i ndëgjojmë ato vepra, ato perlat muzikës shqiptare, të arbreshve dhe e keqja e kësaj është që një ditë ato mund të rrezikohen. Prandaj edhe po ndihem krenare pa modesti që këto vepra, këto këngë po i dokumentojmë. Pra do t'jenë pjesë e platformave digitale, sepse përpos dokumentarit ne kemi përgatitur një kolazh të këngëve arbreshe, të cilat do të transmetohen për festat e fundvitit. Sa bukur. I ke përgatitur ti vetë? I kam përgatitur unë, së bashku me bashkëshortin tim, Valmirin, i cili është bariton, edhe me nanën tonë, Bukurie Morinën, e cila aty ka pas një rol ndoshta për mua më të madhin, sepse të këndoj me nanën është hera e parë edhe një emocion i papërshkrueshëm. Kjo them, përgatitet për festat e fundvitit? Sa dëgjova. Pra, akoma nuk është që i keni fillu... I kemi përfundu gjirimet. I keni përfundu gjirimet? I kemi përfundu. Okej, ku do t'jena ato, veç në platforma online? Në platforma online dhe të shpresojme një bashkëpunim me njëre nga televizionet tona. Ti këtu e po flet për televizione? Gjithmonë pres një ftesë. Ju falenderojmë për hapësirën gjithmonë. Falenderojmë. Jashtëzakonshme, shumë e bukur kjo, më bëni shumë përshtypje, sidomos me qenë gjithë familja bashkë, edhe emocione që duket se ka ekzistuar në raport me nanën. Cila për ty është një prej këtyre perlave nga ato me peshën më të rëndë të këngëve? Ndoshta pse tani isha në Piana degli Albanesi apo në Horën e Arbreshve, mburonja e Shqipërisë, të cilën për herë të parë ndëgjova, ata e kënduan në mesh, dhe për ta ishte një lloj himni shpirtëror, por edhe liturgjik, fetar. Pra ishte një ndërlidhje e asaj kombëtares dhe asaj sakrales, pra e pjesës të tyre kishtare. Dhe ishte shumë e bukur të ndëgjoje të gjithë një zëri duke kënduar atë këngë dhe duke ju lutur zonjës së shejt që t'i mbrojë arbreshët kudo që janë. Ajo më ka lënë shumë përshtypje dhe prandaj e këndoja kapela në dokumentar. Në gjithë të gjana të bukura, po a kishit diku pengesa, a kishit diku vështirësi, a kishit momente lodhje, se në çdo punë e madhe i ka edhe prapaskenat e saj. Ju e dini edhe vetë e bëni të njëjtën punë. Nuk mund të them që ka pas ndonjë pengesë të madhe, vështirësi të madhe, sepse jemi ajo mikpritja. Po i themi gjitha. Po i themi gjitha. Unë e kam realizu pothuajse krejtësisht vetë dokumentarin. Kam qenë edhe
kameramane dhe gazetare dhe regjisore, skenariste, gjitha. Për shkak e përmenda, për shkak mundësive që më janë ofru, unë jam mundu me bo më të mirën time. Nga njëherë del shumë mirë, besom, kur e ke qartë me vetën se qa do me bo. Kam sfidu vetën shumë, ka qenë një shkollë, mund të them, për mua. Sepse edhe në montajë nuk isha edhe aqe e një orë me montajën, por me ndimën edhe të Agron Shujakut, cilin e falenderoj, më ka ndimu shumë në disa mësime, kështu leksione të montajës, por gjitha i kam realizu vetë. Të tjerat shkuan gjitha mirë, pra s'pati në Arbresh që tha, dëgja, s'munde me hap derën për ju sot. Jo, absolut. Kishte vetëm busqeshje, mikpritje, gëzim, emocione pa fund. A kishin do një shqetësim për shqiptarët ku do në botë? Kishin shqetësim më shumë për gjuhën e tyre, për arbrishtën që është një variant i gjuhës shqipe, sepse brezat e rinj nuk po e mësojnë në shkollë, si pas kurikullave mësimore, dhe kishin shqetësim se mos po shuhet si gjuhë. Generatet e vjetra e dini shumë mirë. Unë nuk kisha fare problem, edhe pse nuk njënja ndo një fjallë, por kështu në përgjithësi fjallin e plot e kuptoja shumë mirë. A kishte ndo një fjallë që ju ngeli kështu në mendje edhe pse ju e vadhët e sot është bo pjesë? Ka pas shumë fjallë, për shembull gjind, e përmendim edhe ne gjind, që themi në gjuhën popullore, për njerëzit. E janë i gjindë, e kanë kështu si logo, slogan, e janë i gjindë, i ftojnë njerëzit që të shkojnë të kata dhe të vizitojnë. Petkat, veshja Arbreshe, që do thot, pasaj të Haristis, të falenderoj. Të Haristis? Të Haristis. Ka pas shumë fjallë tjera. Edhe ata thoshin të falja si përshëndetje. Të falja si përshëndetje. Me këndshme. A mund të shfletoj pak bashkë këtë, për drejsa Vesa ose Vita cilat të doni, më tregoni pak, po të ketë një tizer kështu me 3 fjallë që përshkruan në dokumentarin, që ta bëjmë pak më intriguse për publikun, pse duhet ta shohin, çka përmban aty edhe ku mund ta shohin njerëzit? Dokumentarin mund të shohen në të shtunën, më 1 nëntor, pra, këtë të shtunë, në Cineplex Prizren, në Galeria Shopping Mall, dhe për këtë jam shumë falenderuse për Afërdita Ninaj, organizatorën e këtij eventi, që na ka mundësu me shfaq dokumentarin në Cineplex dhe është duke u marrë me gjithë organizimin. Kështu që i mirëpresim gjithë të interesuarit, kudo që janë shqiptarët. Unë e kam përzgjedhë Prizrenin fillimisht për shkak është vendlindja ime, por edhe për shkak të asaj që përfason Prizreni si kryeqytet shpirtëror. Kulturore, artistike, që ka heq kush do të ashte. Unë e kuptoj që është i bukur edhe. Jenis nga ana lokaliste, po. Veshjet i keni provuar të gjitha ju, se ta spjegojmë pak në fund edhe... Ky katalogu është i projektit Vitës, ka të bëjmë me periudhën e barokut, flet Vita. Po, është një projekt Ars Immortalis, Eko Baroki, një nga projektet e mija më dashura që e ka menduar edhe kohë më parë, i dedikohet studentëve të së këndimit. Është një teknik e re, ndoshta bashkohore e mënyrës së këndimit, duke i hequr apo duke i zbehur ose i zbutur ato vibratët cilat janë karakteristik e këndimit të barokut, duke i sjellë në një kontekst bashkohor së bashku me veshje, cilat po ashtu janë të stiluara në një formë më moderne, më bashkohore, me elemente të periudhës barokut. Korsetet janë periudhës barokut, mirë po ka eksperimente brenda veshjes. Përpos katalogut dhe interpretimit të veprave të barokut, nga unë dhe nga një kuartet. Sa e bukur kjo. Kjo është në Teatrin e Operës në Rom, është realizuar atje. Okej, bukur shumë. Qa ju dhanë ushqim Arbreshët? Qa kishin kështu më për shefi që e qanin? Kishin shumë elementet kulturës italiane, ushqimet. Drejtën them, kur më thanë që janë më shumë siciliane, traditës siciliane, nuk është se kërkova më shumë informata rreth ushqimeve. Por ishin gjërat thjeshta. Një përzirje ashtu e një sallate me domate, kishte gjëra shumë thjeshta, me një bukë të ngrot, edhe nuk e di.
ka qenë fantastike, gjithë qka. Përpos kësa eksperiencet bukur që ju i vëdhët, me thonë, horës, arbreshve dhe kujtimeve të bukra, a kishte në një shenë, diçka simbolike, zakonisht ne kur shkojmë diku, gjithmonë kemi qef me marrë diçka me vete, që na identifikon me atë periull, apo me atë vend ku kemi qenë. Qa marrët nga hora? Ne gjithmonë me vitën, me që udhëtimet i bëjmë bashkë zakonisht, për shkak më shumë edhe të punës, për bashkët, morëm këto magnetet e vogla që janë për t'i vendosë në frigorifer. E morëm me, të thot me shkrimin hora e arbreshve dhe ishte veshja arbreshe e qëndisur atë. Dhe herës tjetër me si po presim t'i marim edhe kartolinat, të cilat janë stampuar për herë të parë me veshjen arbreshe. Do të ktheheni sërish atje? Patjetër. Ta shfaqim dokumentarin. Kjo besoj që vitin tjetër kur e kanë festën e themelimit. Kur e festojnë 9 vjetorin, sepse këtë vit ishte 8 vjetori i themelimit orës. Më vjen shumë mirë për këtë. Dhe këta minutat e fundit le t'i shfrytëzoj pak për të folë më shumë edhe për ju të dyja, jo e në kas veç për projektin, që mendoj që i tham të gjitha, nuk harum diçka rreth dokumentarit. Jo, një pres gjithë që të vinë të shohen, hyrja është falas, vetëm duhet ma konfirmojnë ardhjen, mund të më shkruaj në Facebook, apo në Instagram, në rrjetet e mia sociale, që t'u e rezervoj vendin. Bukur, me qartësum edhe këta. Ku përplaseni ju të dyja me mendime, sigurisht, mësë shpeshti? Askund. Ja, duhet këtë diçka. Nuk e di, kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Jemi karakteret ndryshme. Vita por rinë qëtësi, ka diçka me dha. Ndoshta ka diçka, po jemi shumë të ndryshme, po ndoshta Vesa dhe zakonisht për nga natyra e saj e qetë dhe mirë kuptuese, çdo herë nuk më kritikon, mirë po më dëgjon për atë që i them, po çdo herë më tremo dhe mundet me pas mirë. Ndë një herë edhe... Gjove, Vesa? Po. Ndë një herë edhe tonet kritika mi këpritën edhe të dikush është më i madhë. Ne kemi si një lloj tradite shqiptare që më i madhi respektohet, edhe kur nuk e ka shumë mirë, nuk i thuhet. Po gjithsesi, vërtet e kemi një lloj marrëdhënie, e kemi pasur edhe që të vogla. Sinqerisht, kur nuk kemi pasur zënka. A keni qenë gjithmonë, po ka është lidhura? Blerina, nuk kemi pasur kur zënka. Asë një herë. Motrat ndoshta për veshje ose për diçka ku e diun ndëgjoj shumë, kemi pasur me të vërtet një marrëdhënie fantastike çdo herë. A i bie kjo që ju jeni shumë të kufizuara për të krijuar një raport tjetër shoqëror, po kaq të ngushtë, edhe jeni ato motrat tipike që janë shoqet ngushta me njëra tjetrën dhe nuk pranojnë të tjera. Po e vërtet. E kemi një rreth shumë të ngushtë, edhe ata që i bëjmë miq, i bëjmë kështu miq tjetës. Po sidomos këtë kohë kemi qenë shumë të lidhura bashkë, sepse ndonjëherë jeta na sprovon me sprova të rënda. Gjatë realizimit dokumentarit kemi qenë të dyja nën përkujdesje të babait tonë, i cili është duke kalu një gjendje të rëndë shëndetësore. Qa ka, babi? Është një sëmundje e rëndë, cilën ne urojmë që ai ta kaloj. Vërtet, kjo na ka sfiduar shumë si familje, por na ka forcuar dhe na ka lidhur shumë. Na ka bërë të kuptojmë vlerat e jetës, të kuptojmë që është shumë e rëndësishme të jemi pranë njëri tjetrit. Shëndeti është mbi të gjitha, dhe të kalojmë sa më shumë kohë së bashku. Asnjëherë më shumë se këtë vit nuk ja kam ditur vlerën jetës. Vjen shumë keq që po e dëgjoj këtë dhe shpresoj shumë që ndoshta edhe arsyeja që Vesa ka pasur dëshirë që promovimi i dokumentarit të jetë në Prizren është që ai të jetë i pranishëm. Ai na ka premtuar që do të jetë i pranishëm. Uroj që gjendjen shëndetësore ta ketë stabile të paktën atë ditë që të jetë pranë Vesës. Shpresoj dhe dua të besoj që do të jetë aty për ta parë. Këtë besojeni edhe ju. Cila është një këshill apo një fjalë e tij që juve u ka udhëhequr gjithë jetën, mbase edhe për këtë punën e dokumentarit të fundit, për angazhimin e juaj? Ai ka qenë gjithmonë i emocionuar për çështjet kombëtare. Edhe prandaj edhe jemi kaq të
prirurat krijojmë vetëm për atë dhejën për mbajtje kombëtare. Dhe gjithmonë na ka shty, ka qenë forcë për ne, edhe është ende, dhe prandaj edhe duhet t'ja dedikoj publikisht këtë realizim atij. Dhe unë dua që këtë emision t'ja dedikojmë bashkë atij. Faleminderit. Dhe ta përmbyllim pikrisht me një këngë që Arbre do t'na sjellë për t'ja bërë qefin edhe gjithë këtij pasionit të dëshirës ti të madhe për çështjen kombëtare, për patriotizmin. Faleminderit që erdhët, që ndat emocione prima të ndryshmeve edhe që treguat që në fund të ditës jemi njerëz dhe